Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka nënshkruar sot vendimin për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës, pak minuta pas takimit të thirrur me liderët e partive politike parlamentare. Këtë e bëri të ditur kryetari i Guxo, Faton Peci, pas takimit, duke thënë se Osmani nuk pati zgjidhje tjetër veç se të firmoste shpërndarjen e Kuvendit. Ky veprim erdhi pasi edhe mandatari i dytë i propozuar nga lëvizja vetëvendosje, Glauko Njufca, dështoi të sigurojë votat e nevojshme për formimin e qeverisë, duke përmbyllur kështu të gjitha afatet kushtetuese. Pas shpërndarjes së Kuvendit, sipas kushtetutës, presidentja është e obliguar të caktojë datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 40 ditësh. Osmani tashmë ka zhvilluar konsultimet me përfaqësuesit e partive, të cilët kanë shprehur se datat 21 dhe 28 dhjetor janë të preferuarat e tyre për mbajtjen e zgjedhjeve. Me nënshkrimin e këtij vendimi, Kosova hyn zyrtarisht në proces zgjedhor, ndërsa institucionet aktuale do të vazhdojnë punën në kapacitet të kufizuar deri në formimin e qeverisë së re. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza, pas takimit me presidenten Osmani, tha se kjo parti ka kërkuar që zgjedhjet e ardhshme të zhvillohen në 21 dhjetor. Ai tha se nuk shkon që të flitet për urgjencë në krijimin e institucioneve e në të njëjtën kohë të kërkohet datë më e largët për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Presidentja e Kosovës sot ka nënshkruar dekretin për shpërndarjen e Kuvendit. Kemi diskutuar për datat e mundshme për zgjedhje. Qëndrimi jonë është që të jetë data 21. Kjo për shkak se kemi pas një shtyrje të vazhdueshme, një blokadë në krijimin e institucioneve. Vendi ka nevojë sa më shpejt të ketë institucione të reja, nuk shkon në të njëjtën kohë me kërku urgjencë në krijimin e institucioneve dhe me kërku datë sa më të vonshme për zgjedhjet. Ne kemi qenë në favor të datës 21 dhjetor për më shumë se një arsye, për shkak se data 28 realisht është datë para ndërrimit të moteve, u shpreh Hamza pas takimit. Në të njëjtën linjë me PDK-n ishte edhe AAK-ja. Ramush Haradinaj pas takimit me presidenten Osmani deklaroi: "Nga ky takim fillon edhe koha për shpalljen e datës së zgjedhjeve parlamentare. Kemi propozuar që data e zgjedhjeve të jetë 21 dhjetori. Mendojmë që në këtë mënyrë ja fitojmë të paktën një javë kohë vazhdimeve buxhetore që duhet të ndodhin. Pushteti po kërkon 28 dhjetorin. Ajo periudhë është një periudhë shumë e çmuar e familjeve tona, e qytetarëve tonë, shumë ngjarjeve festive. Është një arrogancë, një përbuzje me u shpall zgjedhjet me 28 dhjetor në periudhën e pushimeve dimërore, që pastaj me mbet numërime e rezultate edhe natën e vitit të ri", u shpreh Haradinaj. Ndër të tjera, lideri i AAK-s tha se partia e tij është e përgatitur për këto zgjedhje të jashtëzakonshme. "Do të shkojmë të vetëm si aleancë në zgjedhje dhe besojmë shumë që do ta ndihmojmë Kosovën me votën e qytetarit që të mos i humbim kohë më Kosovës. Pas këtyre zgjedhjeve nuk do të kem tolerancë më për askënd që do të bëhet pengesë me ecë përpara në krijimin e institucioneve", theksoi Ramushi. Ndërkohë, bashkëkryetari i partisë Guxo, Faton Peci, tha pas takimit me presidenten se ata preferojnë datën 28 dhjetor për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Pati diskutime të ndryshme se kur është opsioni më optimal dhe më i favorshëm për qytetarët e Kosovës. Ne si Guxo kemi mbrojtë qëndrimin se mes datës 21 dhjetor dhe 28 dhjetor kemi preferuar datën 28. Arsyet janë të thjeshta, për shkak se KQZ-ja ende nuk ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve lokale. Për shkak të nevojës të kemi koordinimin dhe përgatitjen më të mirë nga KQZ-ja, por edhe të partive, dhe njëkohësisht edhe për nevojën e organizimit më të mirë në nivel të ambasadave dhe të konsullatave të vendeve të BE-s, SHBA-s. Ky është propozimi jon, theksoi Peci.